Trupat të viktimave para diskotekës, njerëz të ngatruar në derën hyrës dhe thuhet në mesin e dëshmisë rënqethëse të zjarfikësve që shuan zjarrin në diskotekën e Koçanit. Partitë shqiptare kanë reaguar në lidhje me peticionin që provimi i jurisprudencës të jetë edhe në gjuhën shqipe, BDI mbështet peticionin ndërkaq vlen premton zgjidhje të problemit. Edhe LSDM-ja opozitare propozon rritjen e pagës minimale në 600 euro duke mbështetur kërkesat e lidhjes së sindikatave. Autoritetet e veçqeverisjes lokale premtojnë zgjidhjen e kaosit të trafikut në bulevardin Cvetan Dimov. Kryetari i qytetit të Shkupit tha se punimet për zgjerimin e bulevardit do të fillojnë këtë vit. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Gjykimi për rastin e zjarrit në diskotekën në Koçan ka vazhduar sot me dëshminë e zjarfikësve që kanë shuar atë natë zjarrin. Para trupit gjykues ata kanë rrëfyer dëshmi rënqethëse nga gjendja në të cilën kanë hasur viktimat në mbrëmjen e 16 marsit të vitit të kaluar. Aq i shpejt dhe i fuqishëm ka qenë zjarri sa që kemi gjetur trupa njerëzish mbi karrika dhe duart mbi tavolinë. Njoftimin për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan, zjarfikësit lokale kanë marrë në orën 2:35, ndërsa ekipi i parë në vendngjarje kishte arritur 5 minuta më vonë. Prioritet ishte shpëtimi i jetëve, e më pas shuarja e zjarrit. Zjarri ishte lokalizuar diku në orën 4. Kështu e kanë përshkruar 16 marsin dëshmitarët e sotëm zjarfikës, të cilët natën e kopshme kanë qenë kujdestar. Kur shkuam, shumë trupa kishte para diskotekës, por edhe shumë njerëz ishin të ngujuar në derën hyrëse, ishin të ngatëruar, i kemi tërhequr me vështirësi. Kërkuam nga policia që të dërgoj njerëz për të na ndihmuar. Me ekipe të kombinuara, filluam t'i nxjerrim fëmijët. Ata që ishin me peshë më të dobët, i nxjerrnin më lehtë, kurse ata që ishin më të plot, tërheqja ishte më e vështirë. Disave nuk ju punonin këmbët, sepse ishin në shok, prandaj i merrnim në duar. Numri më i madh i personave të ngujuar, të vdekur dhe të lënduar sipas dëshmisë së komandantit të njësisë së zjarfikësve në Koçan, Dragan Apostolov, ishte në korridor pas derës hyrëse të lokalit. Shuarja e zjarrit u rëndua shumë. Para tualetit kishte një kuti hidranti, brenda kishte një tub ujë, por nuk kishte valvulë dhe nuk mund ta përdornim. Kishte edhe aparate kundër zjarrit të përdorura dhe të hedhura me një anë prej 9 kg. Brenda në lokal, si shpjegoi ai, kishte shumë tym dhe ishte shumë nxehtë. Edhe pse kishte pajisje mbrojtëse, ai tha se ka pasur djegje dhe fluska në duar dhe kokë. Gjykimi do të vazhdojë me dëshmitarët e prokurorisë. Kryetari i Këshillit të Prokurorëve Bashkim Besimi tha se Këshilli do të japë mendim për kandidatët për kryeprokuror brenda 15 ditëve, ndërkohë që propozimet ende nuk kanë arritur nga qeveria. I pyetur nëse pret që parlamenti ta dëgjojë Këshillin e Prokurorëve Publik, Besimi sqaroi se në përputhje me ligjin ata ja dërgojnë qeverisë mendimin e tyre. Propozimi për 5 kandidatët që konkurrojnë për pozitën e shefit të prokurorisë publike ende po udhton nga qeveria në Këshillin e Prokurorëve. Sapo të arrin tek ata, kryetari i Këshillit të Prokurorëve Bashkim Besimi tha se do të japin mendimin e tyre në afat prej 15 ditësh, ndërsa tani theksoi se nuk mund të japin qëndrim të përgjithshëm për kandidatët. Do ovaj moment ushtë. Deri në këtë moment, propozimi me kandidatët e paraqitur në thirrjen publike ende nuk ka arritur tek Këshilli i Prokurorëve. Kur të arrijë, ne në afat prej 15 ditësh do të japim një përgjigje në lidhje me kandidatët. I pyetur nëse pret që parlamenti ta dëgjojë Këshillin e Prokurorëve Publik, Besimi sqaroi se në përputhje me ligjin për prokurorinë publike ata ja dërgojnë qeverisë mendimin e tyre në lidhje me kandidatët dhe më pas, pasi ajo të përcaktojë një kandidat, ja paraqet propozimin parlamentit për përzgjedhje. I vlada të soglosë zakon që da edhe. Qeveria në përputhje me ligjin do të ofrojë një kandidat. Ne mund të ofrojmë 2 ose 3 ose 1, por qeveria është ajo që ja bën propozimin kuvendit. Nëse ne në praktik japim një mendim pozitiv për 3 kandidatët, qeveria do t'i propozojë një kandidat kuvendit. Kjo nëse japim një mendim pozitiv. Nëse japim një mendim negativ, atëherë kuptohet që qeveria nuk mund t'i propozojë një kandidat kuvendit.
Të martën qeveria njoftoi se në seancë është arritur konkluzion sa i përket kandidatëve dhe se i njëjti do t'i dorëzohet Këshillit të prokurorëve. Edhe pse emrat e 5 kandidatëve që garojnë për postën e shefit të prokurorisë publike janë përfolur jo zyrtarisht nëpër media, as kuvendi dhe as qeveria nuk i ka publikuar emrat e tyre. Njëri nga 5 kandidatët duhet ta pasojë pozitën e Lup Çokocevskit, i cili në dhjetor të vitit që shkoi dha tërheqje të parevokueshme, pak para se të niste seanca e kuvendit në të cilën do të diskutohej shkarkimi i tij. Deri në përzgjedhjen e tij, funksionin e ushtruesit të detyrës e ushtron prokurorja Anita Topolova Isajlova, por sipas ligjit, ajo këtë pozitë nuk mund të ushtrojë më shumë se 6 muaj. PDI e përkra plotësisht peticionin e 385 studentëve që provimi i jurisprudencës të jetë në Shqip dhe quan vendimin e Ministrisë së Drejtësisë hap prapa në të drejtat gjyqësore dhe kushtetuese. Ndërkohë, Bilal Kasami nga koalicioni Vlen garanton zgjidhje përmes bisedimeve brenda ekzekutivit. Ai thekson se nuk do të bëjnë zhurmë publike, por premton se çështja do të zgjidhet në interes të studentëve. Kërkesën e studentëve shqiptarë që provimi i jurisprudencës të jetë edhe në gjuhën shqipe e ka përkrahur edhe partia opozitare shqiptare BDI, të cilët theksojnë se studentët me të drejtë kërkojnë respektimin e barazisë gjuhësore dhe kushtetuese në sistemin e drejtësisë. Sipas tyre, vendimi i Ministrisë së Drejtësisë i drejtuar nga Igor Filkov për të refuzuar zyrtarisht peticionin e studentëve dhe për të lejuar dhënien e provimit të jurisprudencës vetëm në gjuhën maqedonase, përbën një hap serioz prapa në respektimin e të drejtave kolektive të shqiptarëve dhe një barierë të drejtë për drejtë për përfaqësimin e barabartë në sistemin gjyqësor. Ky vendim nuk është vetëm një çështje teknike apo administrative, por ka pasoja të drejtë për drejta politike, shoqërore dhe institucionale, duke kthyer gjuhën në filtr për profesionin e juristit dhe duke pamundsuar avancimin e kuadrave shqiptare në sistemin e drejtësisë. Ndërkaq, Bilal Kasami nga koalicioni Vlen, që është pjesë e qeverisë, garanton se kjo çështje do të zgjidhet në interes të studentëve. Ne jemi në bisedim në kuadër të qeverisë që edhe këtë çështje si shumë çështje tjera ti zgjidhim, po ashtu edhe këtu nuk është që ne bëjmë zhurmë apo bujë të madhe në opinion, por ajo që mund të garantojmë që kjo çështje do të zgjidhet në interes të studentëve. Kasami thosë se përderisa gjithë procesi edukativ arsimor po shkon në gjuhën shqipe deri në universitet, sigurisht që edhe këto provime profesionale duhet të ketë mundësi që të bëhen krahas gjuhës maqedonase edhe në gjuhën shqipe. Kujtojmë se së fundmi 385 studentë shqiptar nga 3 fakultetet të juridikut, Universiteti i Tetovës, Universiteti i Evropës Juglindore, Universiteti i Nënës Teres në Maqedoninë e Veriut, përmes një peticioni kërkojnë nga institucionet që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe, në gjuhën në të cilën i kryejnë studimet, pasi si shton u takon me ligj. Peticioni është dorëzuar te Ministria e Drejtësisë, Agjencia për Zbatimin e Gjuhëve, Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve, kryetari i Kuvendit dhe zëvendësministri i parë. Qeveria ka pranuar një pjesë të kërkesave të parashtruara nga sindikata e punonjësve të administratës shtetërore, organeve gjyqësore dhe shoqatave qytetare, por me kusht në nënshkrimin e marrëveshjeve të reja kolektive sektoriale në administratë dhe në gjyqësor. Tërpe Deanovski, kryetari i sindikatës së administratës, theksoi se në takimin e sotëm oferta e qeverisë parashikon që shtesat në paga për të punësuarit në administratë dhe në gjyqësor të paguhen në 3 këste nga 8% secilin vit. Deanovski tha nëse kolegët e tij e pranojnë propozimin e qeverisë, nuk do të ketë asnjë pengesë për nënshkrimin e marrëveshjeve kolektive individuale. Ajo që mbetet për të përpunuar është përgatitja e tekstit të këtyre marrëveshjeve kolektive, së bashku me përfaqësues të qeverisë dhe të sindikatës, dhe më pas ai tekst të vihet në votim brenda sindikatës, organeve dhe institucioneve për të parë nëse kolegët do ta pranojnë këtë zgjidhje. Nëse e pranojnë, nuk do të ketë asnjë pengesë për nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve kolektive individuale. Nëse nuk e pranojnë, qeveria do të marrë përgjigje nga ana jonë se tashmë është humbur një vit dhe të punësuarit mund të kërkojnë më shumë se shuma që ofrohet tani, si dhe të shohim nëse do të ketë kushtëzime të reja nga qeveria për heqje dorë nga diçka tjetër. Ndërkohë, kryeministri Kristian Mickoski pas dite do të takohet me përfaqësuesit e lidhjes së sindikatave. Takimi
është planifikuar për në orën 16:45 dhe vjen pasi Mickoski bëri një ofertë për rritje page, të cilën lidhja e sindikatave quajti të pranueshme dhe do të diskutohej më tej brenda organizatave sindikale. Në një deklaratë për mediat, kryeministri tha se oferta ka qenë në tryezë për më shumë se një vit dhe se është i gatshëm të takohet dhe të nënshkruajë marrëveshjen kolektive. Mickoski një ditë më parë tha se me bisedimet aktuale për rritjen e pagës minimale dhe rritjen e pagave për punonjësit në administratën publike, qeveria ka formulën e vet për llogaritjen e pagave të punonjësve në administratë. Shumica e përfaqësuesve të sindikatave si përfaqësues ashtu edhe ata të degëve pajtohen me qëndrimin e qeverisë me disa përjashtime. Formula ofruar nga qeveria në lidhje me mënyrën se si do të ndiqet rritja e pagave për administratorët, do të thotë të ardhura më të larta për në faza dhe jo vetëm për aq sa do të rritet paga minimale, ka thënë Mickoski. LSDM-ja opozitare propozon rritjen e pagës minimale në 600 euro, duke theksuar se përmes ribalancit të buxhetit mund të sigurohen deri në 200 milion euro për paga. Kreu i partisë Venko Filipçe vlerëson se fondet mund të gjenden brenda buxhetit dhe se kërkesa e sindikatave është e arsyeshme pasi standardi i jetesës është përkecuar dhe çmimet janë rritur, ndërsa qeveria sipas tij nuk ka ndërmarrë masa për mbrojtjen e punëtorëve. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe ofron zgjidhje për pagë minimale prej 600 eurosh. Përmes ribalancit të buxhetit tha se mund të sigurohen deri në 200 milion euro për paga. Filipçe theksoi se në buxhet ka para, përkatësisht se ka njësi nga të cilët mund të sigurohen fonde për pagë minimale. Nuk mund të planifikohen para vetëm për luks, për udhëtime dhe të mos ketë para për nevojat themelore të punëtorëve. Nëse duan, nëse ka dëshirë të vërtet, vullnet, nëse ka ide për të përmbushur nevojat reale të qytetarëve, në buxhet ka para. Sipas propozim ligji që e ka paraqitur LSDM-ja për pagë minimale më të madhe, janë të nevojshme 7.5 miliard denar, gjithsesi 120 milion euro. Ato mund të sigurohen nga disa njësi të buxhetit. Ai shtoi se standardi i jetesës së punëtorëve është përkeqësuar gjatë 2 viteve të fundit, çmimet po rriten vazhdimisht dhe qeveria nuk po bën asgjë për të ndihmuar qytetarët. Qeveria e VMRO-s dhe Znamit nuk ka bërë asgjë për të siguruar që pagat të vazhdojnë të rriten në mënyrën e duhur, në mënyrë që njerëzit të mund të sigurojnë jetesën deri në fund të muajit në kushte kur çmimet po rriten në mënyrë të pakontrollueshme, kur shporta e sindikatës të i kalon 66.000 denar dhe më shumë se 1/3 nevojitet vetëm për ushqim dhe pije. Filipçe theksoi se kërkesa e lidhjes së sindikatave për pagë minimale është e justifikueshme dhe e nevojshme sepse bazohet në nevojat reale të punëtorëve. Donës është premtuar disa herë që koalicioni Vlen do të shkrihet në një parti, ende nuk ka asgjë konkrete. Megjithatë, kryetari i Lëvizjes Besta dhe një herësh njëri ndër krerët e koalicionit Vlen, Bilal Kasami, ka theksuar se liderët e Vlenit janë në komunikim të vazhdueshëm në lidhje me procesin e shëndrimit të koalicionit në një subjekt politik. Kasami tha se kanë pasur bisedime të vazhdueshme dhe se edhe një takim mes liderëve të Vlenit do të ketë edhe gjatë kësaj jave. Në këto takime ai njoftoi se bisedohet edhe për çështjen e leadershipit, por edhe për çështjen e strukturimit të Vlenit komplet si një strukturë politike. Po, sigurisht që është një proces kompleks në cilin e po bisedojmë, gati se më kisha thonë spaku një herë, 2 herë në javë. Këtë javë kishim takimin e fundit dhe për edhe brenda javës, më thonë deri në fund të javës është parapar takimi i radhës. Bisedohet edhe për çështjen e leadershipit, por edhe për çështjen e strukturimit të Vlenit deri në, më thonë, komplet si një strukturë politike. Po edhe njerë po e them, pra nuk është një çështje e thjeshtë që me një vendim administrativ të kryetarëve do të ishte zgjidhur, duke pasur parasysh edhe faktin që bëhet fjalë për spaku 4 subjekte politike, plus edhe vetëvendosja si pjesë e Vlenit, që po ashtu bëhet fjalë për një koncept politik që duhet inkorporuar brenda Vlenit.
së fundmi kemi pjesë të vlenit edhe lëvizjen Arbëria, pra ne duam që gjithë këto të inkorporohen në idenë e vlenit, për më shumë që duam që kjo të jetë edhe një mundësi e hapur edhe për individ të tjerë apo faktor të tjerë të rëndësishëm që edhe ato të shohin pjesën brenda vlenit. Auditorët shtetëror zbuluan mangësi serioze në funksionimin e shërbimit të çështjeve të përgjithshme dhe të përbashkëta të qeverisë gjatë vitit 2024, veçanërisht në menaxhimin e burimeve njerëzore ku dominon punësimi i përkohshëm dhe përmes agjencive private duke rrezikuar vazhdimsinë dhe cilësinë e shërbimeve. U konstatuan gjithashtu parregullsi financiare në mensa, restorante dhe bufet, përfshirë mungesën e faturave fiskale për qarkullimin e parave të gatshme. Një sër mangësish sistematike, nga kontrollet financiare jo funksionale në mens, përmes punësimit problematik, deri tek menaxhimi jo adekuat i pronës shtetërore. U zbuluan nga auditorët shtetëror në funksionimin e shërbimit të çështjeve të përgjithshme dhe të përbashkëta të qeverisë. Enti shtetëror i revizionit auditoi pasqyrat financiare të SHQP-s, së bashku me një auditim të përputhshmërisë për vitin 2024, gjatë të cilit u lëshuan 4 raporte. Ata thonë se burimet njerëzore dhe mënyra e punësimit të stafit u identifikuan si një problem serioz. Burimet njerëzore dhe mënyra e punësimit të stafit u identifikuan si një problem serioz. Numri i madh i personave të punësuar përmes agjencive private të punësimit me kontrata me afat të caktuar dhe me kontratë për shërbim për të kryer aktivitetet e SHQP-s ndikon në ofrimin e vazhdueshëm të shërbimeve për institucionet e tjera, si dhe në cilësinë e informacionit të paraqitur në raportet financiare. Përveç kësaj, auditorët tregojnë se numri i konsiderueshëm i punonjësve të punësuar me afat të caktuar dhe të përkohshëm, migrimi i shpesht, si dhe investimet e pamjaftueshme në përmirësimin e kompetencave profesionale të punonjësve, krijojnë një rrezik në sigurimin e vazhdimësisë dhe cilësisë në kryerjen e shërbimeve. Ndërkaq, theksojnë se janë zbuluar edhe rreziqe të tjera financiare në objektet e hotelierisë, restorantet dhe bufete menaxhuara nga SHQP. Sipas entit të revizionit, veçanërisht shqetësuese është fakti se për muajin qershor 2024 nuk janë lëshuar fatura fiskale ose blloqe faturash për qarkullimin e realizuar të parave të gatshme. Përveç kësaj, auditimi identifikoi gjithashtu mangësi serioze në menaxhimin e pronës shtetërore, e cila nuk është regjistruar plotësisht dhe sakt. Ndërkaq, parregullsi janë identifikuar gjithashtu në prokurimin publik, menaxhimin e pajisjeve dhe furnizimeve, si dhe në praktikën e ofrimit të automjeteve zyrtare përmes lizingut, ku, sipas auditorëve, mungon një analizë gjithëpërfshirëse e justifikimit ekonomik dhe konkurenca midis ofertuesve është e kufizuar. Sërish premtohet rikonstruimi i bulevardit Cvetan Dimov, që është pjesë e territorit të komunës së Çajirit. Kryetari i komunës së Shkupit, Orce Gjorgjevski, tha sot se punimet do të fillojnë brenda vitit, ndërsa veçmë është angazhuar komuna e Çajirit për përgatitjen e projektit. Ai nuk ka zbuluar shumën se sa do të kushtojë ky projekt, megjithatë bëri të ditur se bëhet fjalë për projekt kapital, ndërtimet e të cilët do të zgjasin disa vite. Punimet për rikonstruimin e bulevardit Cvetan Dimov, të njohur si Yahya Pasha, do të fillojnë këtë vit. Për këtë siguroi kreu i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, i cili deklaroi se në këtë projekt pritet të punohet jo një muaj ose 2, por rreth 3 vite. I pyetur nga televizioni Shenja, Gjorgjevski tha se për përgatitjen e projektit është obliguar komuna e Çajirit dhe njoftoi se gjatë kryerjes së punimeve do të prishen rreth 20 objekte. Nuk përcaktoi shumën finale se sa do të kushtojë tërë projekti, por tha se po punohet me shumë seriozitet. Komuna e Çajirit duhet të përgatisë projektin, ndërkaq ne do ta financojmë. Këtë vendim e kemi marrë mbrëm në mbledhjen e Këshillit Komunal. Gjithashtu, do të kryejmë edhe procesin e shpronësimit. Nuk premtoj diçka që nuk realizoj, por nuk do të jetë projekt që do të përfundojë brenda disa muajsh. Na presin aktivitete serioze, duke filluar nga pastrimi i trases përmes procesit të shpronësimit. Pasi të jetë gati projekti, kemi parapar mjete për fazën e parë, do të jeni të njoftuar sepse në atë projekt do të punohet për 3 vite. Do t'ju informojmë se sa do të kushtoj projekti.
Gjeorgjevski foli edhe për kalimin ilegal në afërsi të Bit Pazarit, kalim mbi të cilin është edhe ura e cila aktualisht është jo funksionale. Ai tha se kalimi ilegal duhet të mbyllet sa më shpejt, sepse rrezikon jetën e qytetarëve. Shtoi se vendimet që do t'i marrin si qeverisje lokale dikujt mund të mos i përshtaten dhe t'i prishin komoditetin. Megjithatë, ai theksoi se do të vendosin duke u bazuar në të mirën e përgjithshme dhe jo në të mirën e përvetshme. Iskreno mislim da ga treba se zatvoriti od vremen. Sinqerisht, mendoj se kalimi ilegal duhet të mbyllet. Për këtë temë jemi në koordinim edhe me sektorin e komunikacionit, sepse mbyllja e tij është kërkuar edhe nga ana e qytetarëve, por të njëjtën kërkesë për mbylljen e këtij kalimi e kishin edhe grupet e këshilltarëve nga Vlen dhe BDI. Mendimi im është se kalimi ilegal duhet të mbyllet, sepse veç më ura është. Nuk jam kompetent, por punoj me njerëz që kanë njohurinë në sektorin e komunikacionit, të cilët pritet së shpejti të më sjellin vendim dhe të veprojmë sa më shpejt. Kujtojmë se premtimin për rregullimin e bulevardit Svetandimov, kreu aktuali i qytetit të Shkupit e kishte premtuar gjatë fushatës zgjedhore, duke e vlerësuar si prioritet dhe ndër projektet më të rëndësishme. Realizimin e këtij projekti Gjeorgjevski e kishte premtuar krah Izet Mexhitit, i cili gjithashtu fitoi në komunën e Çajirit dhe tani pritet ta përgatisë projektin e bulevardit në fjalë. Gjatë fushatës Mexhiti pati premtuar se edhe komuna e Çajirit vetëm ka ndarë buxhet për dëmshpërblimin e pronarëve, objektet e të cilëve pritet të prishen. Qeveria greke ka paralajmëruar nisjen e një operacioni gjithëpërfshirës për mbylljen e të gjitha xhamive dhe vendeve të faljes që funksionojnë pa licencë ligjore, kryesisht në zonën e Athinës. Lajmi u bë i ditur nga Ministri i Imigracionit dhe Azilit Tanos Plevris, i cili deklaroi se autoritetet do të zbatojnë me rreptësi legjislacionin në fuqi për vendet e adhurimit. Sipas ministrit, çdo ambient fetar që operon pa autorizim zyrtar do të mbyllet menjëherë. Administratorët e këtyre hapësirave përballen me ndëshkime penale, ndërsa shtetasit e huaj rrezikojnë edhe heqjen e lejes së qëndrimit dhe deportimit. Vendimi ka nxitur debat publik pasi prej vitesh shteti grek nuk ka dhënë leje për hapjen e xhamive të reja, duke e bërë praktikisht të pamundur funksionimin e tyre në mënyrë të lidhshme. Për pasojë, shumë besimtar musliman janë detyruar të improvizojnë ambiente falje në bodrume, garazhe dhe ndërtesa private jashtë kuadrit ligjor. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres paralajmëroi se skadimi i marrëveshjes së fundit të mbetur për kontrollin e armëve bërthamore midis SBA-s dhe Rusisë përfaqëson një moment të rëndë për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Ai theksoi se për herë të parë në më shumë se gjysmë shekulli përballemi me një botë pa asnjë kufizim detyrues për arsenalet strategjike bërthamore të Federatës Ruse dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dy shtete që zotrojnë shumicën dërmuese të rezervave globale të armëve bërthamore. Guterres tha se kontrolli i armëve bërthamore midis dy vendeve ka shërbyer prej kohësh si një forcë stabilizuese duke ndihmuar në parandalimin e një katastrofe dhe në uljen e rrezikut të gabimeve shkatërruese. Ai paralajmëroi se mungesa e kufive të verifikueshëm mbi arsenale strategjike rrit pasigurinë globale mes tensioneve gjeopolitike në rritje dhe ndryshimeve të shpejta teknologjike. Bota tani shikon nga Federata Ruse dhe Shtetet e Bashkuara për të përkthyer fjalët në veprime, ka thënë ai, duke nxitur të dyja palët të kthehen në negociata. Policia australiane ka ngritur akuza ndaj një 27 vjeçari Ethan Burns Dederer, i dyshuar se ka shënjestruar qindra fëmijë në Australi dhe në 15 shtete të tjera. Ai ndodhet në paraburgim që nga shkurti i vitit 2025 dhe përballet me qindra vepra penale të lidhura me abuzimin e 459 fëmijëve. Hetimet zbuluan rreth 23.000 video dhe imazhe të dyshuara në pajisjet e tij elektronike. Viktimat janë kryesisht të moshës 7 dhe 15 vjeç dhe dyshohet se janë kontaktuar përmes mediave sociale dhe platformave të lojrave online. Deri tani janë identifikuar 360 viktima, ndërsa hetimet vazhdojnë. Autoritetet theksojnë se procesi identifikimit ka qenë i gjatë për shkak të sasisë të materialeve. I dyshuari akuzohet për prodhim materiali abuziv, përdorim shërbimesh online për të njohur të mitur dhe aktivitetet seksuale me fëmijët. Policia pretendon se ai përdor profile të rejme në internet për të mashtruar dhe kërcënuar të rinjët.
Administrata e presidentit Amerikan Donald Trump po tërheq pjesë të forcave federale për zbatimin e ligjit të imigracionit në Minnesota, pasi autoritetet shtetërore dhe lokale ranë dakord të bashkëpunojnë duke dorëzuar imigrantët e arrestuar, tha të mërkurën zyrtari për çështjet kufitare. Tom Hahn, sipas AP, nga rreth 2700 oficer federal të dislokuar në Minnesota, rreth 700 do të tërhiqen menjëherë, ndërsa rreth 2000 të tjerë do të mbeten për të vazhduar operacionet. Homan sqaroi se tërheqja e plot do të ndodhë vetëm pasi të ndalet ndërhyrja ndaj oficerëve federal gjatë arrestimeve dhe bllokimet e rrugave që pengojnë operacionet. Ai nuk dha një afat kohor kur mund të përfundojë operacioni në Minnesota pas javësh trazirash në qytetet e Minneapolis dhe St. Paul, sidomos pas vrasjes së protestuesit Alex Preti, i dyti nga të shtënat fatale të shkaktuara nga oficerët federal në Minneapolis. Lajmi për Milot Rashisën ishte i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.